Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do t'ju flasim për një bimë, pemë, e cila është krejtësisht e veçantë. Mund të themi bima e tempullit të Bletës, ose ndryshe, pema e zemrës. Po pse pikërisht duhet i vendosim Blirit këtë emërtim, këtë epitet jo krahasues, po parafrues me funksionin që kjo kryen. Le të fillojmë që nga e para. Nëse do të marrim për shembull dhe të shikojmë gjethen e Blirit, ka tamam formën e zemrës. Nëse do të shikojmë funksionin e saj, sikur pema e Blirit ka mbledhur gjithë aromat më të veçanta të pyllit dhe sikur i ka kristalizuar vetëm në një, tek këto si kandila të vegjël, si qirinj të vegjël, të cilat janë të mbushura plot e për plot me një aromë mjalti të veçantë dhe me një aromë që të tërheq në botën e saj dhe të thotë qetësoje trupin dhe shpirtin tënd. Pra, kjo është pema e Blirit, si pema e paqes, e kujtesës dhe tempulli i Bletës. Sikur pema e Blirit të ketë mbledhur me të vërtet nga pylli gjithë atë urtësinë e tij dhe e ka kthyer në një ilaç për zemrën, për mendjen dhe për trupin e lodhur. Pra ky është Bliri. Në përgjethje e lule kur gumzhin bleta, aty me të vërtet është jeta, aty është fillimi i verës. Por, mbi gjethet e Blirit mblidhen nganjëherë insekte të cilat ngjiten aty fal vesës që bie mbi këto gjethe dhe ato si thuaç dekompozohen. Bletët shkojnë mbi këto gjethe dhe mbledhin jo më nektarin e luleve, por marrin 4 element tepër të rëndësishëm për organizmin ton dhe populli ose bletëritësit i thonë mjalti i mënjes, që mblidhet kryesisht nga gjethet, nga insektet që ngjiten mbi gjethen e pemës së Blirit. Mjalti i mënjes ose i melatës në gjuhën shkencore është ai produkt që mblidhet gati 70% vetëm nga insektet që ngjiten mbi këtë gjethe të kësaj peme. Kjo pemë mund të jetojë deri në 500 vjet. Lulëzon nga fundi i majit, siç jemi tash neve në Tiranë, dhe deri nga fundi i muajit qershor. Frutat e saj, pas plenimit të tyre, formojnë një kapsollë të vogël, e cila në muajin shtator-tetor piqet. Nga këto kapsolla mund të dalin me të vërtet disa vajra tepër të rëndësishëm për organizmin ton. Po cilët janë përbërësit kimik të bimës që fshihen, si thuash, në këto lulesa kaq të veçanta dhe tipike për lulen e Blirit. Për atë që me të vërtet edhe tavolina tashmë është aromatizuar, sikur ne këtu kemi hapur kavanozat me mjalt. Së pari, flavonoidet, glikozidet e quercitinës dhe glikozidet e kanferolit janë ndër të parat që zënë vend në këto lule. Taninet, ato vetit komponentët që janë me veti rrudhëse, janë të dytat. Mucilagjet janë zbutësit të cilat mund t'i ndihmojnë organizmit, sidomos në sistemin e tretjes, ose në ato raste kur ne kemi të bëjmë me ndonjë inflamacion në zorë. Acidet aromatike, acidet kafeike, klorogjenike dhe galike i japin si thua veçantin dhe atë fortësinë e saj si aromë. Ndër acidet organike të tjera mund të përmendim acidin malik, tartarik dhe acetik. Pra, shpon që në largësi, në distancë, në brendësi të këtyre luleve, ndodhen edhe vajrat esenciale. Ndërsa, në brendësi të trupit të Blirit është një element i veçantë, kambiumi. Çfarë vetish ka ky për organizmin e njeriut? Pra, është një pemë të cilat i kanë vlera që nga gjethja, që nga lulja, lëvorja e saj dhe druri, trungu i saj që mund të bëhet qymyr dhe mandej mund të përdoret edhe kjo për vetitë e saj pra kurative. Dhe veç këtyre, sythat e Blirit janë ato pjesë të kësaj bime të cilat përmbajnë auksinën që ndihmon shumë faktorët e rritjes në organizëm.
Por sythat e blirit duhet përdoren me shumë kujdes dhe në doza minimale, pasi mund të naçoroditin edhe sistemin nervor. Enzimat dhe acidet nukleike harmonizojnë psiqikën nervore dhe i jep si thua atë qetësinë e relaksimit të gjithë sistemit ton nervor, qendror dhe periferik. Substancat ose përbërësit mineral që ndodhen këtu: kaliumi, kalciumi, magnezi, zinku, vitamina C, vitamina A, hekuri, vitaminat e grupit B, janë që kësaj bime i japin veti sa qetësuese të sistemit nervor, po aq edhe përmirësues të funksionit të sistemit nervor, të sistemit të tretjes, të jashtëqitjes e kështu me radhë. Pra, është një bimë që nuk qetëson vetëm zemrën, por gjithë organizmin ton. Këto lule që janë në formën e brakteve, ka në brendësi të tyre, pra në një bisht mund të themi, vendosen 5, 10 deri në 15 lulesa që më pas formojnë ato kapsulat. Këto bimë, këto lule që unë kam në dorë, janë bimë të cilat kanë një veti të mrekullueshme në drejtim të qetësimit të kollës dhe janë qetësuese antispazmatike. Pra, kur kemi një katare në rrugët e frymarrjes, kur trakti respirator toni me vështirësi e kryen atë frymarrjen dhe frymëzjerjen, përdorimi i lules së blirit i qetëson këto ashpërsime të saj. Zbut, hollon dhe ndihmon në zbrazjen dhe largimin e sekrecioneve nga mushkrit. Pra, këto sekrecione cilat tek shumë njerëz bëhen si të forta dhe është vështirë që ato të dalin, sikur kjo krijon një zbutje të tyre dhe ato pastaj me një kollë lehtësisht dalin jashtë. Qetëson kollën dhe një diaforik, si thuash, nxit djersitjen e trupit. Është një relaksues i sistemit nervor. Lëvorja e bimës në brendësi të cilës ndodhen tanine të shumta ndihmon në përmirësimin e funksioneve të mëlçisë, ndërsa kambiumi ka veti diuretike, nxit djersitjen dhe ul temperaturat e larta. Pra, në gjitha rastet e temperaturave të larta, lulen e blirit përdoreni dhe do të keni efikasitet shumë të lartë. Duke qenë një bimë plot me ato mikroelementët që unë përmenda dhe vitaminat, është një bimë koleretike dhe kolagoge që nxit prodhimin dhe daljen e tëmthit, pikimin e tëmthit, pra në drejtim të largimit të bilës dhe të pastrimit të duktuseve të rrugëve biliare. Është jo vetëm një nxitës i pikimit të tëmthit, por në rastet e atyre rrugëve biliare, kur ato janë ose të ngushta, rrugë biliare janë ato kanalet në përmëlçi që largojnë atë toksinën ose transaminazat. Pra, në këto raste, kur kemi inflamacione, ngushtime e kështu me radhë, kjo kryen një funksion antiinflamator dhe përmirësuese dhe ndihmuese e rigjenerimit të qelizave të mëlçisë, duke qenë si një antioksidant i fuqishëm. Kjo jo vetëm që ndihmon në largimin e radikaleve të lira nga organizmi, por ka një veprim normalizues në psiqikën nervore në nivelet të ndryshme të organeve. Së fundi, për përdorim të jashtëm, ka një veprim zbutës, dekongestik dhe rifreskues në lëkurë. Pra, në të gjitha rastet e një irritimi, të një djegje nga dielli, të një djegje nga ndonjë ujë i nxehtë e kështu me radhë, mund të përdoret nëse e kemi pranë lulen e blirit si një çaj për shplarjen e saj dhe kjo është ndihmuese në rigjenerimin e saj. Sëmundjet katarale, respiratore, të mushkërisë, bronkiti, ftohja, gripi, ethe e të tjera, janë një grup i madh sëmundjesh që e përdorin me shumë efikasitet lulen e blirit. Por, le të shikojmë, këtu mbi tavolinë, unë kam dy grupime të veçanta, që njëra është lulja e blirit të bardhë dhe tjetra është bliri i kuq. Ku dallojnë nga njëra tjetra? Thjesht fare. Ne mund të shikojmë për shembull madhësinë e gjetheve. Bliri i bardhë ka gjethe në formë zemre të zmadhuar dhe poshtë saj varen këto lulesat. Ja, tamam si kandil të ndezur që lëshojnë aromë. Ndërsa në dorën e djathtë kam blirin e kuq, i cili në raport me gjethen e blirit të bardhë. Bima e blirit të kuq, gjethen e ka shumë herë më të vogël. Në pjesën e mbrapme, bliri i kuq është më i zbardhur, ndërsa nervaturat
por thuaj se i kanë që të dyja njësoj. Në drejtim të madhësisë së luleve, bliri i bardhë lulet i ka shumë herë më të mëdhaja, e bliri i kuq i ka më të vogla. Ja. Po ku dallojnë këto nga njëra tjetra? Sigurisht nga përbërësit kimik, fitokimikatet që ndodhen në brendësi të këtyre lulesave që unë kam në dorë. E mbi të gjitha, për të mos thënë 2 herë më lartë, bliri i kuq qëndron sa në vlerat antioksiduese, aq edhe në drejtim të qetësimit të sistemit të qarkullimit të gjakut, të sistemit limfatik e tjera. Pra, lulja e blirit të kuq është shumë herë më e fuqishme, më vepruese se lulja e blirit të bardhë. Veç këtyre, ekstraktet e sytheve janë nga ato pjesë të këtyre bimëve që ndikojnë në drejtim të jo vetëm të qetësisë së sistemit nervor, por e përmenda edhe më parë nxit ose ndihmon ose stimulon rritjen në gjatësi të organizmit. Po, cila do të jetë forma farmaceutike e përdorimit të këtyre pjesëve të këtyre bimëve, të 2 pemëve që unë kam sjellë në tavolinë? Thjesht fare, një çaj ku mund të marrim afërsisht gjysmë litër ujë të nxehtë, hedhim në të 1 dorë me lule bliri, nëse do të jenë të grira për shembull, mund të hedhim afërsisht 2 lugë gjelle. Nëse do të jenë kështu, atëherë mbledhim 1 dorë me lule bliri, i hedhim në ujin e nxehtë, vendosim afërsisht kapakun e tenxheres në mënyrë që ato vajra esenciale që ndodhen në brendësi të këtyre luleve të mos na largohen, por të kondensohen në kapakun e tenxheres dhe përsëri të bien këtu poshtë. Pas 10-15 minutave, ne marrim me të vërtet çajin e mrekullueshëm të lules së blirit. Pra, kjo është mënyra e parë dhe më kryesore. Një çaj i cili përgatitet me lulet e blirit dhe përdoret 2 deri në 3 gota në ditë. Një infuzion tjetër do të ishte përdorimi i sythave të blirit, ku mesatarisht mund të marrim vetëm 1 lugë kafe në ditë. Nëse çaji i parë do të më përmirësoj dhe do të zbusi mukozën e rrugëve të frymarrjes, do të na ndihmoj në tretjen dhe njashqitjen, do të na largoj fryrjet e barkut dhe të zorrve, do të më qetësoj sistemin nervor dhe sigurisht edhe aritminë në zemër. Ai çaji i dytë me sytha më shumë efektin e ka në drejtim të qetësimit të sistemit nervor dhe njëkohësisht në drejtim të nxitjes dhe të stimulimit të rritjes që mund të jepet edhe fëmijëve deri nga mosha 17-18 vjeç. Ndërsa çaji me lëkurat e blirit, mund të tregojmë që lëkura e blirit, pra ato fijet, gypat e drurit dhe të liberit, i ka tamam si litar dhe ti mjafton ta kapësh pak atë lëkurën dhe ajo mund të hiqet e gjatë deri edhe në 2 metra. Dikur njerëzit këto e kanë përdorur edhe për litar, ja, pra kjo është e fortë, nuk këputet dhe ka veti që të përdridhet shumë mirë. Edhe pra unë mora këtu lëkurën e degëve. Dhe në këto lëkura ka tanine me bollok, me sasi të madhe, që do të thotë ka veti rrudhse, mbyllëse të plagëve të ndryshme. Ja, pra ja, edhe kjo ja. Shumë e fortë. Atëre, këto gypat e liberi që unë kam në dorë këtu, që përdoren për tek bima, kryet e pema, kryen atë funksionin e transportit të lëndëve organike të përpunuara, kjo bën që nëse ne do t'i përdorim si çaj, do të filloj të më rigjeneroj me të vërtet lëkurat e dëmtuara dhe të irrituara. Po kështu, mund të përdoren me efikasitet edhe çaj i gjetheve të blirit, por sigurisht efekti i tyre është shumë herë më i vogël se sa ai efekti i këtyre luleve që unë kam në dorë. Si të thuash, gjethja është ajo kuzhina ku përpunohen lëndët organike dhe kalojnë tek lulet. Por, këtu, nuk mund të themi që këtu s'ka asgjë. Këtu ka pa diskutim lëndë aktive, të cilat na ndihmojnë në organizmin ton në drejtim të qetësimit të tretjes, të largimit të gazrave nga zorët. Kjo mund të përdoret edhe si një mbushës për shembull për erëzat e ndryshme të kuzhinës ose si një zbukurues. Le të vemi tek ai trungu i blirit, i cili nëse kthehet në një qymyr, ai na jep me të vërtet tymi i tij, na jep një veti të mrekullueshme të qetësimit të sistemit
tonë nervor, por njëkohësisht në këtë tymë ne vëmëre që nuk qëndrojnë këto insektet bezdisëse si që janë mushkonjat, mizat e kështu me radhë. Forma e parë farmaceutike e përdorimit të luleve të blirit ishte një infuzion i lehtë, çaj. Forma e dytë janë ekstraktimet që mund të kryhen dhe si bazë mund të themi në drejtim të ekstraktimeve mund të përdoret ose alkooli ose në kushtet tuaja shumë mirë është edhe rakia e rrushit. Çfarë të mira shka ai ekstraktimi me alkool? Në drejtim të absorbimit të lëndëve kimike që ndodhen në lule, çaji mund të marrë 50 deri në 60% të vlerave që ndodhen brendësi të tij. Ndërsa në ekstraktimet bimore ne marrim 100% të përbërësve aktiv. Dhe veç kësaj, përbërësit aktiv që ndodhen tek çaji janë gati 3 grupime, nga ato që unë përmenda, flavonoidet e me radhë, ndërsa këtu janë të gjitha grupimet, që nga taninet, që nga flavonoidet, antioksidantë të ndryshme e kështu me radhë. Atëhere, për ta ekstraktuar në raki në kushte shtëpie, mund të veprojeni në këtë mënyrë. Marrim afërsisht 30 gram gjethe të thara ose 60 gram gjethe të njoma të lules së blirit. I hedhim afërsisht në 100 ml raki shtëpie ose alkool 40-42% dhe ena e mbyllur lihet kështu 12 deri në 15 ditë. Gjatë këtyre ditëve mund të vetëm të tundim atë shishen ose enën ku ndodhet bima me alkoolin ose me rakin dhe mbasi kullohet ne kemi një ekstrakt të fuqishëm të luleve të blirit. Kjo ishte forma e dytë. Një formë e tretë është kjo. Nëse marrim lulet e blirit, i përvlojmë me pak ujë të nxehtë, por në këtë brendësi të këtyre gjetheve, neve mundi t'i sprucojmë, t'i spërkasim në fillim me pak raki shtëpi ose alkool, dhe t'i marrim t'i lëmë në ujë të ngrohtë afërsisht 2 deri në 3 ditë. Çaji që kemi përgatitur me shumë pak alkool në brendësi të tij është i mrekullueshëm, ruhet në frigorifer, pasi mbushet, pasurohet me mikroelement që nëse ne do ta lëmë hapur, tu vinë bakterie të ndryshme dhe na shumohen në këtë terren ushqyes shumë të mrekullueshëm për bakteriet. Mbahet i mbyllur në frigorifer dhe do të përdoret më pak se çaji i përgatitur në veçanti. Duke ju falënderuar për vëmendjen, ju theksojmë se në emisionet e tjera do të risjellim informacione për bimët e tjera që rriten në vendin tonë. Mirupafshim në emisionin e radhës.